Referuar disa ngjarjeve të cilat për fat e keq janë kthyer në tragjedi për fatin e nxënësve, të cilët kryen ekskursione në fund të vitit shkollor, në Shkodër ka nisur kontrolli teknik i të gjithë mjeteve që kryen transportin e tyre. Elis Dani, përgjegjës i kontrollit rrugor, shpreh se kjo nismë vjen si masë e marrë nga Ministria e Transportit, për rritjen e sigurisë rrugore dhe shmangjen e aksidenteve. Grupet e kontrollit janë pozicionuar në akset nacionale si Shkodër-Tiranë, Shkodër-Anioti dhe Shkodër-Muriqan. Qytetarët e Shkodrës, që mirë se besojnë fëmijët në rastin e ekskursioneve, besojnë shkollave, por duhet kontrollojnë edhe për sa i përket për mjetet, cilët janë brenda çdo kushtit, si me dokumentacionin, ashtu edhe në komoditetet. Pasi, siç e dini, aksidentet janë shumëta dhe kjo është vetëm mënyrë që të evitojmë që kontrolli mos të jetë vetëm ke shkollat, por edhe duke qenë koshent për mënyrën dhe mjetet që lëvizin. Gjatë aktivitetit 3 mujor të kësaj njësie janë dëshkuar 280 automjete për parregullsi në dokumentacion, apo që janë jashtë standardeve teknike, ku vetëm në 3 ditët e fundit janë penalizuar 30 automjete kryesisht që transportonin nxënës shkollash. Sipas drejtuesve të shërbimit të transportit rrugor Shkodër, masat janë marrë, rreth 30% krahasuar me një vit më parë, dhe të gjithë drejtuesit e mjeteve kanë dalë në komision për të njohur me masat penalizuese, që nga heqja licencës, bllokimi i patentës apo mjetit.